Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër që këtë ditë ta kaloni sa më mirë në të gjithë rrugët që ju keni nisur dhe projektet që mendoni të realizoni. Për një njeri, themi se e fiton pa vdeksin nëse ai zëvend në jetët e të tjerëve. Nuk mund ta mendoj ndryshe nëse i drejtohemi një personaliteti të madh të muzikës, të artit, të organizimeve, të marrëdhënieve të shkëlqyera njerëzore dhe artistike, siç ishte Kujti Malia. Tashmë që ndjesit ja kanë lënë vendin arsyes, e themi që Kujti Malia fizikisht nuk është më. Por siç ndjehet edhe në ecurinë e tij, ai është aty në çdo projekt apo në ecuri që ka vijuar me sukses. Të flasësh për Kujti Malin nuk është e thjeshtë, sepse një personalitet i tillë eci paralelisht në shumë rrugë që qua në suksesin e tij. Ai zuri vend në ecurinë e artistike të mjaft talenteve të rinj, por krijoi edhe një marrëdhënie të jashtëzakonshme me të gjithë bashkëpunëtorët. Sot në studio mund të ishin të panumërt ata që patën fatin të komunikojnë, të jenë pjesë e punës së tij. Por një studio e tillë nuk na lejon për shumë persona, dhe sot janë dy nga bashkëpunëtorët e tij të afërt. Kompozitori Bardhyl Hysa dhe drejtuesi artistik Ermir Zoga. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Për kujtimin nuk është shumë bukur të flasësh, por dhe jo shumë e thjeshtë, apo jo? Është përgjegjësi, është edhe ndjesi, sepse duke qenë të afërt nuk është fort e lehtë, apo jo? Sigurisht që do ta çojmë më shumë edhe një lloj detyrimit për të mos harruar këtë figurë. Mund të them diçka që është intervista e parë që jep, që edhe akoma unë nuk e besoj dhe mendoj që aty do ta gjej pra kujtimin, sepse këto muajt e fundit kështu ishte marrëdhënia, ai ishte marrëdhënia në shtëpi, spital, u takoshim rrallë, se thosh, nuk u takoshim shpesh, ma komunikoshim, dhe më duket sikur hema se do të mbin telefoni dhe do të lëmi takim ose do të bisedojmë për problemet, siç ai ishte në atë agjendën e tij, që i herë bisedonte me mua, i herë me Rolandin, i herë me Mirin, edhe me të tjerë, me shumë, por e kishte të përcaktuar, si thosh, pavarësisht se trupi i shkrihej nga dita në ditë, mendin e kishte të freskët. Akoma kam këtë ndjesi që do të takoj. Pra, por kur vjen arsyetimi, atëherë duhet me mledh, si të thush, atë vetë nuk e kemi kollaj ta pranojmë për atë çka i, si të thush, la trashëgimi, qoftë në anë artistike, qoftë në anë organizative, por qoftë edhe në marrëdhëniet shoqërore dhe familjare. Kam, po thuj, i pjesë e jetës e imja është lidhur me kujtimin që nga fëminia, pra njifem këtu e 50 e sa vjet me te, por këto 20-30 vitet e fundit kemi qenë më të afërt, sepse na kanë lidhur shumë projekte, aktivitete, dhe unë do të them këtë që koha ndoshta e solli që të kemi fatin të kishim në këtë periudhë tranzicioni shumë të vështirë, të kishim Kujti Malin në Shkodër, për të konsolidu disa evente, për të konsolidu disa marrëdhënie institucionale që do të ishin shkatërruar me siguri. Këtë them me bindje të plot, sepse fenomeni si thosh, i transmetimit të institucioneve
në qytetet tjera po thuj u fshi, u bën eksperimente, dhe këtu lufta më e madhe e kujtimit ishte për konsolidimin dhe rujtjen institucionale të aktiviteteve dhe të institucioneve. Dhe jam bashkëlltar dhe si tush njohës i marrëdhënieve kur është tentu është lëviz shtëpia e pionierit nga aty ku kanë. Na ka me pek të gjithëve që nuk ishte një qendër kulturore fëmijëve dinjitoze, siç e ka hi Shkodra. Po ashtu ndodhi edhe me qendrën kulturore Pjetër Gaci që është i shtëpia e kulturës. Nuk ju gjet kur vendi i duhur sa i shtëpi kulture që kanë kalu kollosa emra shumë të mëdhej, Pjetër Gaci, Prenjakova, Tishdaije, Albert Paparisto, në radhë shumë tjerë, po ashtu edhe të qendrën kulturore e fëmijëve. Dhe këtë breng e kishte kujtimi, e kishim ne të gjithë deri në momentet e fundit, kuptohet. Dhe e bana këtë parantezë për tregu atë vizionin e tij që kishte dhe ai diti të ruaj, diti të konsolidoj qoftë në disa drejtime, qoftë festivalen e fëmijëve, qoftë orkestrën frymore, qoftë talentet e reja me bilbilat që janë, por edhe aktivitete shumë tjera që do flasim në shumë. Besoj se kujtimi ishte një njeri shumë stoik, gjë që tregoi deri në fund, deri në momentet e fundit të jetës së tij. Ju përmendet që edhe në kohë të lëkundura të tranzicionit, kur në shumë qytete, shumë gjëra, ndoshta në aspektin e qendrave kulturore të fëmijëve u lëkundën, kujtimi ishte i pa lëkundur në atë idenë e vet që çdo gjë do të vijojë, dhe ky ishte një investim i jashtëzakonshëm. Apo jo, një investim i mrekullueshëm, gjë që ndikoi në jetën artistike të gjithë këtyre brezave, pa humbur asnjë ditë. Vitet si tush karrierës të kujtimit fillojnë në fund të viteve 80, 90 dhe në vazhdim, që aty ishte pika kyçe që aty edhe mund të shkatërrote çdo gjë, por aty edhe ishte pika kyçe. Dhe kujtimi në ato vite shpesh herë ai ka fjet në institucion, pra ka abandonuar shtëpinë për të shku mirë një festival, dhe kthehemi dëshmitar të qendra kulturore e fëmijëve ose shtëpia pionere që ka kanë dikur një pasion. Ai flete me jo me ditë, po me javë tana merrte shtratin dhe kur ishte festivali nuk shkote në shtëpi hiç. I vite si me kanë në ushtri, i vite ushqimi nga shtëpia për të hangur, edhe një ashtu derë që marrot aktiviteti, këtë punë ka bërë atje, që e maj mëndon, po këtë punë ka bërë në teatr, maj mëndon në një festival, ishte vu shtratin aty poshtë asaj rotondës që është në teatr, dhe aty ai ungujote. Ne shkoshim në përshpia tona, ai vazhdojte aty si ti rrite sa ma pranë, ndofta edhe për të rrit bazë materiale shumë gjana tjera. Pra, sot në duket absurde, por këta sakrifica i ka bërë në kurris të shnetit vet dhe me vizionin që këtë aktivitet si të është do ta majnë. Majmën festivalet 91-shin që e ka bë pas i fondit, pra kombëtarin, por edhe vitet e vështira 97, si ka mundësi që gjithë Shqipënia po u diqte, po u shkatërrote, ai bën festival. Nuk e bënin në pranverë. Çfarë sfide? Por e bënin në Vjesht. Dhe pra, në Shqipëni u luftote, ai vazhdote atë rrugën e tij. Dhe më kujtohet ai vit kur regjistrimet i ka bën këtu në studiot e radios me inxhinier Eqrem Dibrën. Më pas ai krijoi një studio në qendrën kulturore të fëmijëve, apo jo, regjistrimi dhe çdo gjë me përpikmëri, me detajimin më të madh, zinte vend në ecurinë të gjitha ditëve të përgatitjes, apo jo. Absolutisht që thash merit e tij është që nuk i nda kur institucionit. Kishte besim të madh të institucionit dhe të konsolidimi i institucionit. Ka pas presionin nga më të ndryshmet që shumë aktivitete të kalonin për dur private ose të ktheheshin
në menaxhime private, por nuk është të ndu. Ka pas presione që festivali ndofta atë të shkojë edhe në Tiranë, kombëtari, por i ka nejtë stoik asaj që festivali është i Shkodrës, sepse e ka trashëgim nga baballarët e këtij festivali, të fillu nga Tonin Daia, Leonard Deda, Robert Prenushi, Pjetër Gazi e me radhë, dhe nuk kishte se si ai të pranonte që të shpërngulte, sepse ne jemi dëshmitar që nga presionet e disa mendjeve të shkurtë, hajde në Tiranë se do fitosh më shumë. E bajmë atje kombëtarin. Por do të humiste edhe një trashëgimi, por edhe nuk do ta kishte vetë si kujtim emrin e madh, sepse Tirana ka peshkaqej edhe në fakt në bazë të gjithë kësaj pune qëndron krijimi i disa marrëdhënieve të veçanta, siç dinte të krijonte kujtimi. Gjithmonë kërkues, por edhe diti të menaxhoj bukur jo thjesht institucionin, por këto marrëdhënie që në radhë të parë ishin shoqërore, më pas artistike, shumë profesionale. Me sa di, ai ka ditur të krijojë një rreth të gjerë bashkëpunëtorësh dhe ka ditur të dirigjoj të gjithë këto grupe në të cilat ai i quajti po e them si levat e tij për të realizuar në mënyrë aktivitete të mrekullueshme. Po. Për sa i përket marrëdhënies, unë kujtimin marrëdhënie punet e njeh dikun viti 2010. Atëherë unë fillova si instruktor në qendrën kulturore të fëmijëve, drejtoresha kursin e pianos. Nga një vjet e gjysmë mrapa hyna i mbrëmshëm si përgjegjës i artit, dhe drejtor kisha profesor Gojti Malin. Profesor Gojti Malia, një njeri me shumë vlera, edhe profesionale edhe njerëzore. Mbate përshtypje gjithmonë korrektësia e tij, pasqyrote pikësparit të vetja, edhe nuk kishte nevojë për me na e kërku ne, sepse detyrimisht kur drejtuesi është aq korrekt me punën e tij, detyrimisht bën që edhe nën punësit e tij t'i ketë korrekt. Gjithmonë prezent në punë, e gjeshim në punë, edhe e leshim në punë. Si në vaktin e drekës kur ne u shkpuqim, si kur vishim masdite, gjithmonë ishim ne dytit, që edhe shpeshherë biles kalosha pedonales aty dhe shifsha gjithmonë dritën e drejtorisë e shifshat mezën, ku jepte me kuptu që është hala të punu, oras, më thonë, 3-4 orë mas punet, një njeri. Më bën përshtypje në intervistën e fundit, keni marrë pjesë të dy këtu në studion e radios, ishte festivali Bilbilat e Vegjël, ose konkursi Bilbilat e Vegjël, dhe që atëherë më bëri përshtypje, megjithëse koleg, ju gjithmonë e keni thirrur profesor kujtimi. Unë jam kot, i thëm profesor, sepse meriton rradh parë, por edhe atë ditë e maj mend që u prek bile pak. Ka pas vesh gjithmonë profesor kujtimi, edhe tregon kështu historina në kafe, njënën tjetër mes shoqënisë vet. Edhe shpesh herë ka përmend qysh momentin që filloi aktivitetin e tij profesional mes mjeshtrash të mëdhej, edhe mirë po a kishte si pikë referimit Robert Prenushin. Edhe na përmendte shpesh, si më thonë, që atë prej tij kam mësuar shumë, nga ana profesionale, por edhe nga ana menaxhimit njënën tjetër. Vizionit që ka pas. Edhe atë ditën bile i thash, nëse ju keni pas Robert Prenushin, ju kam ju, si më thonë, sepse me të vërtet kena ba shumë shkollë, 16 vjet shkollë, por
Kjo që kam fitu me profesor kujtimin është një shkollë shumë e madhe, me thënë drejtën. Shkollë e vërtet. e vërtet. Në fakt, cili ishte formimi i Kujtim Alis? Kujtimi ishte i plotësuar, domethënë në ana e shkollimit, pasi dihet që ka fillu rrugën e artit që në moshën 6-7 vjeçare, klasë të parë, pra. Kuptohet në atë moshë sepse edhe ne jemi bashkëkollëtar të kësaj punë, ndoshta nuk është kushient për vazhdimsinë. Ai shpeshherë e thotë me shaka që i kam provu tana edhe dajakun, që më thonë, edhe si thush edhe disiplinën, qoftë nga prind, qoftë nga mësuesat, sepse por i kujtohet për mirë, si thush këtë disciplinë, sepse ai e kujton fëminin e tij pak harakat, biles të dyzum në një moment caktuar e ka pas të dyzuar që atë shkoj të bëhem futbollist apo të bëhem muzikant. Dhe ishte se tu dilemë e madhe. Ka qenë nxënës si profesor Pjetër Gacit, nuk e dako, edhe Merita ndjes pas Oti, Merita Oti. Dhe normalisht ai momentin e parë, dhe unë e maj mend sepse momentin e parë që gjete i kot lirë, atë e kishe të obori i shkollës, të luajtë futboll, gjithmonë me këpucë ndoshta pak të grisura shumë. Nga loja. Edhe nga loja prej lojës me djersnja shumë, ndaj marrë violinën. Dhe atëherë u përdorte disciplina me të qoftë në familje, qoftë në shkollë. Për çat kena qua aty, s'kena qua. Dhe fshetas shkote bate stërvitje edhe me një ekip fëmijësh me si për tanë një mësues fizikulturët e Satraki që ishte futbollist, ti ke dhëna për më bëj një futbollist i mirë. Dhe gati jam ushi menin, por të rrit pas Pjetër Gaci ka thënë futbollit lën moshën 30 vjeçare, kurse muzika vazhdon deri sa të kesh mundësi me ashtu. Dhe aty si duket mori drejtim në koshienca e artit. Pra, ai u përkushtu, kuptohet, nuk ka shkëlqy ndoshta si instrumentist, sepse kishte në atë kohë instrumentista, violinista shumë të mirë, por ai pau një cilësi të veçantë me vetvete, sepse organizative dhe komunikative, drejtuese, dhe që në atë kohë që në gjimnaz ai mori përsipër evente dhe drejtori në shkollat mesme, aktivitete që u bashin, dhe maj mend në këto konkurset artistike në mes shkollave, ai ka drejtuar një aktivitet të shkollës Jordan Misja, që ishte me përgjithësi, po dhe kujton që atëherë po ishte adoleshent dhe ka bërë një koncertin e parë që ka drejtuar jo si dirigjent profesionist, ka qenë si duket në ndikimin ka filluar mësimet pak a shumë me zysh Elsa Kolen me dirigjim dhe pa drejtu edhe orkestrën e shkollës muzikës në një koncert në klubin e rinis Pesarit e Vigut që ka kanë atë kohë. Pra, shet i ka dhënë si një njeri organizator dhe nuk u gabu. Masi kuptohet shkoj më në një shkollë të lartë për dirigjim, duke mos harru violinin, e kishte honor si duket. Një vjet para se të shkoj në shkollën e lartë, në stazhin që u bata atëherë e banin në rrethin e Puks, në qytetin e Puks. Edhe aty për i vjet ai ka lënë shumë kujtime dhe ka lënë shumë si thush evente dhe mendohet që është hap klasa violinës në Puk atë vit që ka shku kujtimin, sepse dha violin, por u merrte edhe me aktivitete organizative, koncerte, festivale, ka drejtuar festivale të cilësi të tijat. Cilësi të tijat. Aty tek kujtimi. Kështu nuk kështu maj mend edhe në Tiranë, gjatë kohës që ai riapsohte për me marrë shkollën për dirigjim, ajo angazhohte në atë kohë Tirana kishte shumë aktivitete, olimpiada artistike dhe merrte përsipër të zajmë një normale ose një shkollë për me drejtu në takimin që u bëten mes shkollave në Tiranë për të drejtu. Dhe këto ishin eksperienca, ka drejtu edhe orkestrën Akademisë Arteve gjatë kohës që studiote, kuptohet në drejtimin edhe të Mjeshtet Rifat Teqja, pra ai është student i dirigjentit madh, kuptohet Rifat Teqja, dhe e përmendte shpesh që kam pas fatin
sepse ai të jep të zonat, si thosh, nuk jep të thjesht një teori ashtu, por të bëhet dirigent. U zhgënjy pak kur erdhi në Shkodër dhe thote me shaka se unë priça që po mpresin me lule një dirigent të formuar, erdhi po vjen dirigent dhe mund caktojnë thot në shkollë 11 janari mësues muzike. Pra nuk e kishte baketën në dorë, por do jepte mësime mësu këngë dhe aty ju duk ulje. Po i thot i ati kujtimit i kishte thënë nuk të vjen marrë që se i kishte shpina për shkollës 11 janari. Ti, si do thonë, e ke punën me shku me nalla, këna thonë ne me pantofla, me papuqe, me shku edhe nuk e begenis, kurse ne kemi punu me vitet tana në për male, në për zonat e leshtë dhe si mi janë ku, kurse ti janë ku është të e pasi të apër. Por nuk zgjati shumë ai vit, si thosh ishte viti 1985-86 kur ka marrë kujtimi, dhe firma si vitit pati fatin të mnohet drejtues artistik. Nëse mund të qëndrojmë te ky vit, edhe pse ishte një mësues i një shkolle 8 vjeçare muzike, ai e vlerësoi këtë fakt dhe kur shkoi në konkursin e ansambleve artistike të shkollave 8 vjeçare të atëhershme, ai e drejtoi be orkestër ansamblin, krijoi një orkestër me harqe, një orkestër. Po, është vërtet sepse ai kujton në ato vite Shkodra shumë skeptike edhe kishte personazhe të tillë që ishin skrupuloz mësuesa muzikët që kishin ndërtuar në shkollat e tyre kori me nga 80 vjet në një shkollë, shkolla 11 janari, shkolla Ali Laçi, shkolla 7 nëntori që na thanë Ismail Qemali dhe Ndosmazi, kanë pasur shumë mësues. Ishin mësuesa shumë të devotshëm. Dhe aty u duk vedi, unë pas ka marru shkollë kot se këtu ka kanë shumë të zotë se të bëjë një kori live me 3 zane dhe konkuroshin. Atë për bëjë diçka të veçantë ai angazhoi si duket edhe formacionin e orkestrës dhe për të ballafaqu me këto takimet që u bëshin atë kohë me këto ansamble të shkollave. Ata ishin një si duket këto takime ishin më edhe një furnitore e festivalit fëmijëve që u organizote majmën e bashkë, se je pjesëmarrëse e festivaleve kori me 80-100 vetë që u batën live. Dhe pikërisht këtë ndjesi dhe përgjegjësi e zhvilloi atëherë kur u emërua në qendrën kulturore Shtëpia e Pionierit në atë kohë. Kështu pra nuk erdhi nga hiçi, e kishte një lloj shtratit, e kishte një lloj vizioni, por aty si duket kur u emnu pati, siç e tha dhe Miri, pati për kraj një njeri shumë të zot që e kemi pas edhe ne mësuese drejtor në e përshëndesim profesor Robert Prenushin që kishte aftësi të veçanta organizative dhe si duket aty ai mori mandena u plotsu edhe kuptohet mandej i qëlloi vështirësia sepse siç e thashun mas viteve 90 atë i ra barra bashkë me ne kuptohet për të rujt vazhdimsinë e këtyre aktiviteteve që ishin të shumta në Shkodër. Dhe në këtë vjushmëri, në këtë hap që ai e pati që herët, vjoi më pas organizimin me një vrull rinor, do ta quaja, organizimin dhe realizimin e festivaleve, jo vetëm të festivaleve, kuptohet i gjithë aktiviteteve artistike, por kulmojnë me festivalet. Nuk është pak, sepse gjithë këto vite kanë fëmijë, prindër, mësues, bashkëpunëtor dhe 36 vite janë një vjushmëri e jashtëzakonshme. Si arriti pikërisht Kujtim Alia të mbesi në ecurinë e këtyre fëmijëve, sepse nuk është thjesht të këndosh një këngë, është të krijosh një marrëdhënie me skenën, me këngën, me formimin muzikor dhe shumë prej tyre vijuan rrugën. Edhe nëse nuk e kanë vijuar, ata kanë brenda aty atë ndjesi artistike që gjithmonë është e mrekullueshme. Nga dora e kujtimit, si thosh në kuptimin kujtimit edhe stafit të tij, kanë dalur po thuj 3 breza. Domethënë ai shpeshherë na thote
kjo ka qenë festival, ajo ishte gjyshe në këtë moment. Pra kishe marrë pjesë gjyshja, nana dhe manej vite brezi mi, pra 3 breza kanë arritur të kalojnë në gjeneratën. Dhe ai hini në genin e Shkodrës, hini në qelis, si thush, qoftë familjeve, qoftë përardhët dhe shpeshherë ai bëte edhe shaka, hajde me ti në Kirasi, hajde me ti në Arra Madhe, hajde me ti vajse i njifte me detajet gjithë, dhe ishte një personazh që kishte një memori të jashtëzakonshme në këtë aspekt, saqë u habiqim pse merret me detaje kaq të vogla kur ka shumë probleme të mëdha më u marr. Me emna, me mjemna, me tituj këngësh, me tekstin e matë përmendsh, është të kjo pikë. Se po se je më afër. Ne dina për sërkujtimin që nisëmtar, më thonë ideator i Bilbilave ka qenë ai, edhe ka bërë shumë mirë, më thonë drejtën, sepse një aktivitet i tillë që ne i themi festivali i përzgjedhjes zërave, kualiteteve, ka nimu shumë edhe për festivalin mbar kombëtar që është sot. Mirë po, ishim në Bilbilat e fundit që po organizoheshim edhe për kujtimi na flite shpeshherë për një telefon sepse u mundoheshim mes me aktivizu mënyra përmes me e log. Na kishte dalë një problem siç na del shpeshherë që gjajmë këngët aty me search në kompjuter, vjen fëmia, janë këto fazat e para ku fëmijët alon nuk janë stabilizuar çfarë këngë dojnë e kështu dhe duhet me najt gati. Mirë po, ishim prezent, unë, bardhi, mësusat e muzikës që ishin një pjesë e ty në juri plus juria personale, edhe nuk gjeshim titullin e një këngë që po thuj se e knoshim nga fillimi deri në fund. Pra e njihshim si këngë, po nuk dishim me e gjetë titullin, mënyrë që me e gjetë e me avu fëmis për me e knu. Mas shumë tentativash prova ashtu, në fund thëmë, s'kena qa bëjmë, po e shqetësojmë profesorin. Edhe i thëmë, profesor, unë i kënoj vetëm 2-3 motive të vogla, a i nuk më la, po më tha, një gjë tha, është Fatos Canolli, tha, festivali i 2000, nuk e di se unë tash e kam harruar, nuk e harrote në kuptimin e fjalës, tekstin e ka shkruar ky mi dha tani informacionet edhe titullin e këngës. Edhe ne me gjithë, si më thonë, goj hapun, sepse ishte e pa besueshme, të thush pa thona titullin e këngës ose kompozitorin, po me detaje, edhe kjo faktikisht nuk i ka ardhur kot. Përveç memorjes të mirë, por edhe i ka prek shumë me dorë, me thonë drejtën, unë si mjet e kam provu tamam atë që ka prek profesor kujtimi, sepse mra barra edhe për Bilbilat, por edhe për festivalin e fundit, edhe duhet me i prek këngët. Në momentin që vinë prej kompozitorëve, duhet me i prek pa tjetër me tekst, me nota, do të shkruash shpeshherë se partet vinë, por ka kënë dëshira gjithmonë e profesor kujtimi se ka kënë një arkivus shumë i mirë. Edhe bile këtë gati ma kalon si amanet për me vazhdu, edhe kishte dëshirë gjithmonë që një part në qose vite jo i bukur, s'po thëmë gjysmak, sepse gjysmak nuk po them atë, por qose vite një part jo i rregullt, kishte dëshirë me shkrua dhe i herë të pastër, e të bukur në mënyrë që kur të vetë në arkiv të mesin. Kjo ka ba që edhe me shkru tekstin në te, për kra notave, jashtë ngullit mirë kënga. Me detaje një drejtuese që merret në të gjithë linjat, deri në aksesorët e çdo aktiviteti dhe çdo nisme do ta quaja. Ai zgjeroi me sa di unë veprimtarit, e mori festival kombëtar, e bëri mbar kombëtar. E filloi Bilbilat e vegjël, që është një konkurs i mrekullueshëm i interpretuesve, e vazhdoi me 26 apo 7, nuk e di. 26 janë kërë. 26. Dhe e zgjeroi edhe moshën nga parashkollorët deri tek adoleshentët, duke i ndarë në kategori, duke mos lënë asnjë fëmijë jashtë aktiviteteve. Ishte një shkollë vërtet. Kjo ishte e domosdoshme faktikisht, sepse erdhi vit mas vitit u ba e natyrshme që të kërkohej për ndarjen e grup moshave, sepse talentet u pa gjatë rrugës që talentet janë shumëta, edhe
unë gjithmonë faktikisht e kam thënë sepse thonë në Shkodër ka talenta, por unë mendoj që jo vetëm në Shkodër ka talenta, ka gjithonaj, por duhet një njeri që të futet punës edhe të japin drejtim, të shtrojnë rrugën, i thotë profesor Kujtimi. Se ne thotë s'kena bë asgjë me atë modestinë e tij, vetëm kena shtru autostradën edhe i kena dhënë mundësinë për me udhëtu talentave. Mirë po, duke pa me fjalë kualitetet që ishin të shumta, në momentin kur vite puna për me da çmimet, i bitet që të jepen çmime mes një prej grup moshave të vogla deri te ato të mëdha. Edhe u pa e arsyeshme që të shtrihej në 3 grup mosha, pra të kishin çmimet e veta, edhe ato të kopshteve deri te klasa 3, edhe ato të klasë 4 deri te 6, por edhe tritonit të kishin ato çmimet e veta. Edhe me fjalë mendoj se një ndër cilësitë e Kujtim Alis ishte krijimi i bashkëpunëtorëve, profesionistë, krijimi i atyre marrëdhënieve artistike, gjë që bënte që të realizohej bukur çdo aktivitet i tij. Mbaj mend, sepse unë jam shumë më larg se ju, por gjithmonë e vëmendshme ndaj aktiviteteve, që gjithmonë ai ka pasur lidhje me kompozitor të çdo rrethi, të çdo qyteti, ka pasur një lidhje të vazhdueshme me kompozitor të mirënjohur, Edmond Xhulali, Shpëtim Saraçi, etj, Bardhyl mund të më plotsoni, por që gjithsesi i ka bërë që të ndjehen shumë afër aktiviteteve të fëmijëve. Por edhe të Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi. Ai u bë një emër shumë, si thosh, i përmasave të tilla, pasi vetëm nga konsolidimi i institucionet e festivalit që filloi duke marrë përmasat e tilla nga një festival kombëtar në vitin 94, ai u kthye në një festival mbar kombëtar, sepse ishte viti i parë që ju afru Kosova dhe Maqedonia për shqiptarë që ishin Maqedonia dhe nga Malizi. Dhe kështu që atëherë nuk është ndalë, kuptohet atëherë ishin vitet të vështira për të ardhur, nuk ka qenë rruga kombit, bashin 24 orë më ardhë, nuk ishte telefona dhe delte në kufi, në Kuks, ose anajna në Pogradec për me dalë me i prit, si thush dhe për me ardhë me i pru në Shkodër për t'i dhanë atë në mbar kombëtar. Dhe që atëherë i ka lidhjet me këto individ, si që është Ademi Meri, Naim Krasniqi në Kosovë, ma vonë edhe Shkodran Dolej, që është në Kosovë e Maqedoni, dhe po ashtu dhe në Malzi ka pas lidhje me Sokol Vuli dhe atë Nikol Nikprelen, pra ka rujt edhe me Ulqinin. Ka rujt lidhje gjithandaj dhe emri i tij, më të them, ishte shumë më i njoftën se sa që njifshin në Shkodër. Ishte përmas, unë e kam përjetu vetë në një event në vitin 97, ishte viti shumë i vështirë, po organizoshin një event religios të komunitetit musliman në Shkup. Ishte një në aktivitetet e mëdha që kishte bashku të gjithë muzikantët e treva shqiptare të Shqipnisë, të Kosovës dhe të Malit të Maqedonisë, muzikantët profesionistë, orkestër simfonike, me kori që mund të ishte 150 vetë kori, pra kori i të rritërve, kori i rinisë dhe kori i fëmijëve. Dhe unë punova një muaj me te, pata fatin, dhe ai nuk ishte thjesht një koncert religios, po i kishte për masa pak nacionaliste, sepse ishte, si që thoshin ata, momenti për ti të regu si këtush komunitetit slav që ne nuk kemi një popull pa kulturë. Pra gjithë format, aty ishin këngëtarë të mëdhej, Ibrahim Tukiqi, Sen Kuqia, Sabajt Vishnja, nga Kosova ishin më të mirë në atë kohë dhe nga pra këta përjetime dhe unë një ditë unë hupa në rrugë të Shkupit, ishte dita e parë që do shkosha me bë prova dhe pyes rastësisht ca kalimtar që du me shku të shkolla Dame Grojeva, që ishte një shkolla të vjeçare, nuk e di ku është. A pse bre me bac kujtimin jetik, ja me Kujtim Alin, e njifshin Kujtimin në Shkup, po i thoi, hajde se përcjellim ne atje. Pra emri i tij kishte përçu që në atë kohë si thosh e këto ishin 97-ën. Vazhdojmë ndajna ato, pra
ishte dimensionet e tilla, pra ne kap me anën e festivalit fëmijëve, por ai nuk e di si ka dalë dita 24 orë për të menaxhu. Menaxher i mrekullueshëm, por edhe i vëmendshëm në të gjitha aspektet artistike. Për shembull, ai bashkëpunoi me skenografin Adnan Kastrati, bashkëpunoi me mjeshtra të mirë të mëdhenj të muzikës, bashkëpunoi me të gjithë mundësitë që ai i dha të gjithë mësuesit e shkollave të Shkodrës, por jo vetëm, e shtriu festivalin e Bilbilave edhe për te qytetit të Shkodrës. Pra, të gjitha këto tregojnë se ai ishte një njeri me vizion. Me vizion shumë të mirë artistik, por edhe një njeri që në vlerat njerëzore përçoi cilësi të veçanta. Unë ndjeshim keq herë sepse me atë pasionin e tij, kuptohet, Rolandi ishte konsulenti i parë dhe nuk Roland Guli, e përshëndesim dhe vitet tana. Rolandin nuk e kundërshtonte. Unë edhe basha debat me të shpeshherë, po fjala Rolandit kishte shumë peshë kujtimin, dhe thet Rolandi një ndër meritat e tij, thet është që rryti standardet. Pra rryti standardin nuk ra në nivelin si thoshte të mediokritetit edhe të zhvlerësimit, qoftë edhe të vlerësimit monetar, të këngëve, dhe kjo bani që t'i rrin afër emra të tillë si Shpëtim Saraqen, Fred Kaçinaj, Naim Krasniqi, dhe nuk ishe kollaj se ishin disa vite që i ham, pse pa çojmë në këngë në festival lokal gadi është jo. Si më thanë, rryti për masën institucionale dhe rryti standardin e vlerësimit, duke rrit rrethin e bashkëpunëtorëve. Ndërkohë që i tepronte, po jo nuk i tepronte, kishte përgjegjësi që të ishte dhe drejtues i një orkestre tjetër, siç ishte Orkestra Frymore. Ishte gjë që e ka bërë që Shkodra përsëri të jetë titullare e mjaft takimeve dhe repertori i kësaj orkestre të zgjerohej me pjesë të famshme duke i realizuar mjeshtrisht, apo jo? Kjo është një kapitull tjetër. Ka shumë kapitull jeta e filmit, është e pamundur që të përfshihen në një bisedë. Është e vërtet, dikur kanë qenë da personazhe në Shkodër që thoshin, një dy shofera i majmën, fëmini thoshin punojnë për vitin 2015-2030, dhe thoshin janë të utalla, domethënë se kishin realizuar normat e tilla, jo një normë, po ka 3 norma në ditë, si thënë. Se bashin nga 2-3 rrugë në Vermosh e u ktheshin. I subjekte edhe Nikol Çuti, kanë qenë dy emra personazhe. Në këtë mënyrë thoshim edhe për kujtimin, kjo është të punu për vitin 2060, ose në një si ka mundësi me këtë rritëm si i del dita 24 orëshe, pra ashtu si shta mire që e gjeshe vetë në studio ta në kohën, deri që ai do të flete se s'kishte rrugë tjetër, harrote me hamër buk, këtë e thëmë e binet plot, harrote ishte armik i trupit të vetë, pra abuzoj shumë me regjimin, dhe kjo ndoshta e përshpejtoj këtë punën e tij, sepse unë jam dëshmitar që ai u niste, se unë ashtë i mërë përsipër, ishte edhe pedagog në Akademinë e Arteve, dhe nga Shkodra shkote bate mësim në akademi, shkote bate provën në Elbasan, në Korç, në Kavaj, dhe u kthete në Shkodër, thote po blej 2 gjyvrek se s'kam hangër qysh nade. Kjo ishte e marrshme i thosh, dhe vite me ba provë me bandën në orën 6, masi kishte ba një tur të tillë, që nga mëngjesi. Kjo vetëm një, që nga mëngjesi, një rrugë të tillë kam provu vetë me të që kam ba Tiranë, Korç, Elbasan, Kavaj, Shkodër. I thash morën qapën zvi masë më le pa hangër. Sepse do të pa hajmë këtu, ja, s'na del koha, pa hajmë këtu, s'na del koha, sepse u do të me kry gjithë të... Vetë më hues. Festivali... Të banda, a i ka meritën e jashtëzakonshme, sepse unë jam dëshmitar, pasi banda është menaxhuar nga Qendra Kulturore Pjetër Gazi, po dirigent mahet me kujtimi dhe çdo gjë që kemi bërë reform me bandën, e kemi bërë bashkërisht. Kuptohet, ai kishte atë staturën e tij dhe kishte si thosh imponimin që i bate trups,
por ishte I pari që si thush I bate gati partiturët, I shkruante vetë, I bate I përzgjate, kuptohet, do të përfitu. Por vitet e vështira kanë qenë vitet 90, deri në vitet 2000, po thuj ishte në dilemen kjo trup a do ekzistoj. U majt me paterica vetëm në evente, nuk ishte celular për t'i lajmëruar, shkote me biçikletë bashkë, shkoshim natën nëpër shtëpi për t'i thirrë hajde se nesër është 2 prilli ose 28 nënori dhe mbledhshim si thush të bashim njoftimin si postera dikur. Gjithmonë. Këto janë vite duket sikur janë larg, por I kemi përjetuar dhe kjo është ajo që ai është të panumërta janë shembujt e jetës së tij që tregojnë një karakter të jashtëzakonshëm. Miri erdhi në festivalin e fundit, gjithmonë aty. Edhe nëse nuk ishte fizikisht, ishte gjithmonë me ritmet e festivalit, apo? Është vërtet, dikush mund të thojnë s'ka qenë prezent në këtë festival, por unë realisht në festivalin që I kena tash në VM, se I bjen edhe tjetë festivali I 60, unë e shoh shumë vështirë. Pse? Sepse edhe pse si ishte prezent, ka ba një dhimbje të jashtëzakonshme prej në shtëpi, ka punu ato punë që tjerët I kanë pak të vështira, sepse sot nuk është vetëm më ndërtu anën artistike, kupton? Por do të menaxhosh komplet gjana të fsheta që janë maskenet, si më thonë, por që I ka dalë për zot gjithmonë kujtimi edhe e ka bërë mos mirit. Edhe prandaj them që ai ishte prezent përveç se nuk ishte I fuqishëm fizikisht për ta drejtuar si festival. Unë në mesazhet e fundit rreth 5 ditë përpara ba me hap WhatsAppin, kam një mesazh në grup, se kishim hap një grup mes stafit tonë, ku na shkruan projektet për vitin 2021-2022, edhe ajo është po ti zhvendosësh në një A4-sh, një 3-4 faqe projekte, s'më dhanë 3-4 faqe shtyp shkruajnë projekte që nuk I bjen as pik, as presje, edhe projekte që synote për mi zgjeru. Po them kishte në mend të realizote për datën 1 shtator, ku edhe kryvi ishin ato ditë, se për fat keq provoj edhe vdekjen e mes të tij, edhe u nal pak puna, por kishte njet për me realizu një botim, një libër, shoqëruar bashkë me materialet audio për shkollat e Veriut, jo vetëm të Shkodrës. Ky ishte projekti I parë. Shpalos, mësonaj disa projekte tjera në lidhje me bilbilat, e njërin tjetër, pra ishte person që shfrytëzonte në maksimum ato ëndrat e tija kur ju jepte mundësia, sepse në ëndër kishte shumë projekte, por në festivalin e fundit që u ba mbledhja kompozitorëve, mes tyre ishin edhe drejtues të arsimit e këto, edhe gjithë ishin për krahati për ta ndihmuar dhe do të ta shfrytëzonte këtë moment. Edhe prandaj I shpalosi disa projekte që ne shpresojmë që do t'i vëmë në punë bashkë me 75 vjetorin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, festivalin e Merrall, me fjalë. Kam fjalën që ka qenë aktiv deri në çastet e fundit. Me projektet e shtruara të mjeshtrit të madh Kujtimalia. Ndoshta këto nuk janë thjesht kujtima. Janë gjëra krejt të prekshme. Janë gjëra që japin mesazhe çdo ditë. Ndaj, siç e tham edhe në fillim, një njeri nuk ka pse të harrohet kur është aty I pranishëm gjithmonë. Me një respekt të jashtëzakonshëm, me një mirënjohje që përmlidhet në emrin e njeriu të madh, të një mjeshtri të madh, Kujtimalia do t'jetë, është thënë edhe një propozim që Qendrës Kulturore t'i jepet emri I tij, por sido që të jetë, ai është Kujtimalia, I madhi Kujtimalia, I madhi I fëmijëve, por jo vetëm. Mund të flasim pafund. Mund të flasin shumë njerëz
diskutimi është i hapur, Live Radio Shkodra në këtë momente ju përshëndet me këtë ide, ndërkohë që dua t'ju falenderoj shumë që së bashku u ndalëm në këtë stacion të madh marrëdhëniesh, ndjesish, aktivitetesh, sfidash, çdo gjë, projektesh që ai ka lënë, duke thënë atë shprehjen që ka vlerë shumë të madhe, i përjetshëm, kujtimeria. Ju falenderoj shumë që sot ishit në Mirëmëngjes Shkodër, kompozitorin Bardhyl Hysa, drejtuesin artistik dhe përgjegjësin e artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Ermir Zoga. Ju falenderoj. Qoftë gjithmonë kujtimi aty me idet dhe me atë gjë të bukur që ka lënë me shpirtin e tij. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.